jetojmë një epokë postmoderne ku e vërteta për secilin është unike. Pra gjithmonë unë jam unik, unë kam mendimin tim, respekto mendimin tim, ti mund të kesh mendimin tënd, po unë kam mendimin tim. Pra vjen nga brenda meje e vërteta. As dhurat, as në botë, në natyrë. Po kjo hyn atje ku nuk hyn shkenca. Sot një njeri nuk e pranon të vërtetën shkencore. E vën diskutim të paktën. Edhe thot, po le të thot shkenca ashtu për shkak ku diun që dëmton shëndetin, po mua më pëlqen. I keni dëgjuar ju këto sloganet e marketingut që thonë se kështu më pëlqen. Pra, ose jetoje jetën se ajo vjen vetëm një herë, po ne nuk pranojmë që e vërteta është objektive. Sa i thot, unë e shikoj kështu, ti e shikon ashtu, hajde bashkëjetojmë, po pa e cënuar njëri tjetrin. Nuk bijem dakord për të vërtetën. Ndërkohë, këto që ju përmendni, shkenca, politika, janë akoma mbetje të epokës moderne. Ne jetojmë kulturalisht në epokë postmoderne dhe ka një përplasje.